Sot jemi këtu për të folur diçka më tepër në lidhje me hartimin e këtij fjalori. Nga puna, si nisi domethënë puna për hartimin e tij, dita kur nisi dhe deri në këtë moment që ai ndodhet online për të gjithë përdoruesit e të interesuarit. Mirë, faleminderit për intervistën. Sigurisht që ky është një lajm shumë i mirë dhe një lajm i madh për gjithë njerëzit e letrave, por edhe për gjithë popullin shqiptar, sepse për herë të parë botohet online një fjalor i tillë me përmasa kaq të mëdha, që siç mund ta keni marrë vesh, ai trajton nga ana leksikografike rreth 125.000 fjalë mbi dyfishin e këtij numri me kuptime, me mbi 12.500 një sifra zoologjike të tjera. Hartimi i një fjalori të tillë të tipit madh ka qenë një kërkesë e kahershme, nuk është shtruar as para 5 vjetësh kur nisi puna për fjalor, por qysh përpara sepse fjalorët janë pjellë e zhvillimeve ekonomike shoqërore, janë pjellë e zhvillimit dhe vjen një kohë kur fjalë të reja që janë krijuar, por dhe fjalë të tjera të sferës teknike, të informacionit dhe tjera, duhet të përmbledhen dhe trajtohen në një fjalor. Fakti është që para 5 vjetësh Akademia e Shkencave mbi bazë të një projekti për këtë fjalor që hartoi akademiku Jani Thomaj dhe Valter Memishaj, nisi puna pikërisht për këtë hartim. Në fillim u ngritën grupet e punës sipas drejtimeve të shtresave leksikore. Për këtë punuan gati 8 grupe, të cilët u marrën edhe me përgatitjen e kartotekës online, pra kartotekës digjitale të fjalorit, një kartotekë që përmban rreth 800 milion skeda përdorimi, domethënë shembuj përdorimi për fjalë të ndryshme. Pasi mbaroi hartimi i kartotekës, filloi puna për hartimin e vetë fjalorit. Në fillim u hartua që quhet fjalës, për çdo fjalor, përgatitet edhe miratohet një herë fjalësi, pra cilat fjalë do të përmbajë fjalori. Fjalorët në përgjithësi janë, si thosh, një arkiv i gjallë i gjithë leksikut, që nga fillimet, të paktën që nga botimi i fjalorit Frank Bardit të vitit 1635 edhe deri në ditës sotme. Themi fjalori është një arkiv sepse aty çdo kush kërkon një fjalë që i duhet për ta sqaruar se cili është kuptimi leksikor, po është edhe një mjet pune për të gjithë, jo vetëm siç thash për shkollarët, për studentët, për mësuesit, për përkthyesit, për njerëzit e shkencës e tjera, por edhe për gjithë ata që janë të interesuar për gjuhën shqipe. Pra fjalori është një mjet pune dhe sa më i pasur të jetë ky fjalor, aq më mirë është për shqiptarët. Ky fjalor ka një tipar shumë të rëndësishëm, sepse grupet e punës që u morën me hartimin e tij nuk janë vetëm punonjës të Akademisë Shkencave, po janë profesorë për universitetet shqiptare dhe të institucioneve shkencore dhe arsimore të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Pra, si thua, fjalori i madh i gjuhës shqipe ka një prurje nga të gjithë të folmet e shqipes, madje edhe nga diaspora. Për shembull, edhe për këtë fjalor është përfshirë ai që quhet leksiku arbëresh dhe punon një grup i veçantë për këtë punë. U them se fjalori i madh i gjuhës shqipe mbetet vepra më e madhe e leksikografisë shqiptare, e cila do të reflektojë, do të pasqyrojë gjithë këtë punë dhe zhvillimin e mëtejshëm të leksikut dhe leksikografisë shqipe. Janë pikërisht këto prurjet, këto përfshirjet e të gjitha këtyre dialekteve dhe këto që e bëjnë të quhet fjalori i madh i gjuhës shqipe? Apo edhe puna voluminoze? Në historinë e leksikografisë shqipe, po edhe atë botërore, ky është një nga fjalorët e parë, që botohet,
për Shqipen, sepse për gjuhë tjera, fjalorë të tillë të tipit madh janë botuar prej kohësh. Në leksikografinë shqiptare, njihen fjalorë të tipit vogël, siç është fjalori vitin 1954, fjalori i tipit mesëm, ai fjalori i 54-s kishte rreth 25.000 fjalë, fjalori i tipit mesëm që është fjalori botuar në vitin 1980, botimi i Akademisë së Shkencave me rreth 41.000 fjalë, dhe fjalori për cilin po flasim në fjalori i madh i gjuhës shqipe që përmban rreth 125.000 fjalë dhe shprehje frazeologjike të tjera. Pra, për nga numri, në radhë parë për nga numri quhet fjalori i madh. Në hierarkinë siç i përmenda të njësive të fjalorëve gjuhësor shpjegues, ky zë vend në parafundit sepse mbi fjalorët e mëdhenj janë fjalorët ata që quhen fjalorë thesaurës, që përfshin mbi 150.000 fjalë deri në numër tjetër që mund të ketë një gjuhë. E dyta e bën të madhe edhe vëllimi i strukturave kuptimore që përmban një fjalë. Ose krahasuar me vitin 1980, fjalorin e këtij viti, struktura kuptimore është zgjeruar gati me 3 fishin. Për shembull, nëse flasim për 125.000 fjalë, aty ka rreth 400.000 kuptime. E treta, këtu zgjerohet edhe prerja kohore, për shembull, që merret në prerjen e sotme të zhvillimit të gjuhës dhe kalon deri në shekullin e 15-16 të shkrimit të shqipes. Pra përfshihen edhe fjalë historike, edhe fjalë të vjetruara, po edhe fjalë të jetës përditshme sot, të teknikës, të shkencës e tjera. Meqense jemi këtu, desha të pyes, a janë përfshirë këto fjalët në komunikim në gjuhë tuaj siç rëndom dëgjojmë sot të flitet? Këtu për të parë mund ta them që përfshihen edhe fjalët të përdorimit të përditshëm që lidhen me shkencën, me teknikën dhe sidomos me shkencat kompjuterike, me të informatikës. Ato janë përfshirë në fjalor, janë shpjeguar kuptimi i tyre, është dhënë në klapa burimi prej gjuhë vjen për shumë prej anglishtës, frëngjishtës apo italishtës, dhe janë dhënë edhe shembuj të përdorimit, për shumë të tipit Bluetooth, Facebook, online, me tjera që sot janë me shumicë. Sigurisht, këto janë fjalë të kulturës dhe të shkencës botërore, dhe ndaj këtyre mbajnë një qëndrim pohues, sepse këto bëjnë pjesë në atë që quhet leksiku aktiv. Kështu që s'ka asnjë gjë të keqe që çdo lexues i gjej këto në fjalore dhe të di kuptimin e tyre. Sa ishte i nevojshëm në këtë moment paraqitja online e një fjalori? Fjalori i madh i gjuhës shqipe u vendos që në fillim që do të jetë së pari në formë elektronike dhe çka u realizua, qysh pardje shqiptarët kudo që janë mund ta përdorin këtë fjalor. Qëllimi kryesor ishte që njerëzit që janë të interesuar, jo vetëm njerëzit e penës, pra shkrimtarë, gazetarë, po edhe njerëz të tjerë, të cilët do ta shfrytëzojnë këtë mund të rrëvejnë që mund të ketë një mangësi, një tëmec, po mund të ndodhë që një fjalë apo shumë fjalë nuk janë pasqyruar ende në fjalor. Ka shumë anë të mira dhe njerëzit pastaj nëpërmjet postës që është vënë aty, postë elektronike, ku çdo kush mund të klikojë aty, të shënojë adresën elektronike dhe pastaj të shtojë fjalën ose urrëtin që ka të bëj. Kjo është edhe ajo që është thënë që do të jetë për një periudhë 9 mujore në konsultim. Do të jetë pikërisht kështu. Dhe kjo ne shpresojmë që kjo mënyrë që na jep teknologjia sot, natyrisht, sepse përpara nuk mund të realizohej kjo mënyrë bën që fjalori të marrë një vullë të fortë të besueshmërisë, të njëmendësisë, po edhe të pasurisë që ka dhe që mund të pasurohet edhe më shumë. Më pastaj kur të hyjnë këto fjalë prapë dhe këto sugjerime do të ri. Fjalori pas 9 muajsh, redaksia do të marrë të gjitha vërejtjet apo këshillat apo prurjet që do sjellë kjo formë, në kjo mënyrë e komunikimit me lexuesit dhe do t'i pasqyrojë ato për një kohë shumë të shkurtër, do t'i pasqyrojë
në fjalor dhe pasaj do t'hidhet, do përgatitet për botimin, për printimin letër, që do të besoj që do të realizohet ndoshta vitin e ardhshëm. Ndoshta një mesazh, një këshill për gjithë ata që do të përdorin fjalorin, sepse ndoshta edhe në të ardhmen mund ta kenë edhe në tryezat e tyre të punës. Ka një shprehje që thotë në fushën e letrave, kështu që thotë që fjalorët janë veprat që vjetrohen më shpejt. Duke si e pa kuptim të kjo, domethënë, po sepse u botua sot fjalori, nesër ka lindur një fjalë e re, që domethënë prandaj edhe quhen vjetrohen shumë shpejt. Them që ky fjalor do t'i shërbej gjithë njerëzve, do t'i shërbej çdo kujt që merret me gjuhën shqipe. Pra, siç e thash edhe në fillim, që fjalorët janë një mjet, janë një vegël shumë e shmuar që njerëzit e sotëm edhe të tjerë duhet ta kenë në dorë për punën e tyre, për jetën e tyre, për sqaruar gjithçka që u duhet.